Një hetim i autoriteteve italiane ka nxjerrë në pa tensione dhe vështirësitë brenda rrjeteve të trafikut të kokainës, të lidhura me organizatën mafioze 'Ndrangheta, pas sekuestrimeve të mëdha të drogës në Amerikën Latine dhe Europë. Sipas medias italiane Corriere della Calabria, trafikanti Giuseppe Grillo, i konsideruar një figurë kyçe në trafikun e kokainës në veri të Italisë, kërkoi mbështetjen e brokerit të njohur të drogës Bartolo Buzaniti për siguruar furnizime të reja dhe për të kufizuar humbjet pas goditjeve të fundit të autoriteteve. Nga bisedat e deshifruara në platformën SkyCC, hetuesit kanë rindërtuar një seri komunikimesh ku Grillo, me pseudonimin Putini, ankoi për humbjen e një ngarkese prej 450 kg kokainë të sekuestruar në Kolumbi. Në mesazhet drejtuar Buzanitit, i njohur si Paris, Grillo kërkonte çmime më të favorshme dhe furnizim shtesë. Ai përmonte gjithashtu ngarkesa të tjera prej 800 dhe 1100 kg, duke lënë të kuptojë se humbjet dhe mungesa e mallit kishin krijuar vështirësi serioze financiare. Sipas dokumenteve hetimore, situata ishte rënduar edhe nga rënja e çmimit të kokainës në treg. Grillo ja atribuonte këtë konkurrencës së grupeve shqiptare dhe klaneve të San Lucas e Pianas, të cilat sipas tij po shkatronin tregun me drogë me cilësi më të dobët. Në këtë kontekst, Grillo i kërkonte Buzanitit një furnizim që do t'i lejonte të përballonte konkurrencën. Nëse arrim të luftojmë çmimin e këtyre shqiptarëve, gjejmë 2-3 depo dhe do ta shohësh që luftojmë, shkruante ai në një nga komunikimet e cituara nga hetuesit. Marrëveshja mes palëve sipas prokurorisë u konkretizua me shitjen e 25 kg kokainë nga Buzaniti te Grillo me çmim 32.500 euro për kilogram. Vlera totale e transaksionit arrinte në 812.500 euro. Pagesat sipas bisedave u organizuan me koste. Grillo përmonte shuma prej 350.000, 300.000 dhe 100.000 euro, ndërsa Buzaniti udhëzonte njerëzit e tij për të rriqur para në zonën e Biancos. Në një komunikim tjetër pas dorëzimit të parave, vinte edhe konfirmimi, u dorëzua një pjesë e drogës sipas rindërtimit të hetuesve ishte destinuar për Domenico Papalian, ortak i Grillos. Nga bisedat rezulton se Papalia do të merrte pak më shumë se 17 kg kokainë, të dorëzuar në 7 janar 2021 nga njerëzit e Grillos. Hetimet milaneze e vendosin këtë episod në një panoramë të gjerë trafiku ndërkombëtar droge, ku sekuestrimet e mëdha, borxhet dhe konkurenca mes grupeve kriminale kishin krijuar tensione të forta brenda rrjeteve të furnizimit.